A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Tema 10. Përmirësimi I zemrave nëpërmjet emrave të Allahut të bukur dhe cilësive të Tij të përsosura. Qëre. Besimi në emrat e Allahut është pjesë e besimit në Allahun. Ne dim se një kushti I parë I imanit është me besu Allahun, ose me besu melekët, librat, pejgamberët, ditën e gjykimit dhe besimin në caktimin e Allahut. Pjesë e besimit të Allahut, me thonë dikush, nuk është qëllimi I besimit në Allah, me thonë veç me thonë këtë, unë besoj Allah, mirë, çka e beson Allah? Qysh? Pa e besoj ekzistimin e Tij, e besoj se vetëm Ai duhet të adhurohet, e besoj se Ai ka emrat e Tij dhe atributet e Tij që kërkush nuk I përngjan në ato. E shef, nënkupton diçka më tepër besimi. Pra, e tash emrat e Allahut subhanahu wa taala, besimi në emrat e Allahut subhanahu wa taala, që ne I ka tregu pejgamberi ose I ka tregu Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, bëjnë ndryshime në zemër, ndikon. Sa më shumë që I njeh këto emrat e Allahut subhanahu wa taala, këto e lëvizin zemrën. E lëvizin zemrën. Për shembull, kush e njeh se Allahu subhanahu wa taala është Zoti I cili e ka në dorën e Tij damin, dobin, Ai jep, Ai merr, Ai krijon, Ai furnizon, jeta është në dorë të Tij, vdekja është në dorë të Tij. Do me thonë, këto cilësitë të Allahut, çka do me thonë shkaktojnë në zemrën e besimtarit, e shkaktojnë ibadetin e tevekulit, mbështetjes të Allahu subhanahu wa taala. Kush e di se Allahu subhanahu wa taala gjithçka dëgjon, gjithçka sheh, gjithçka di, asgjë nuk I fshehet atij në qiej dhe në tokë. E di të fshehtën dhe e di atë të haptë, të dukshmen. E di kur njeriu shikon me bishtin e syrit të tij. E di atë që njerëzit e mshefin në gjoksat e tyre. Kjo çfarë fryti jep besimi në këto cilësi të Allahut subhanahu wa taala? Kjo, do me thonë, e bën njeriu që me rujt gjuhën, me rujt gjymtyrët, edhe me rujt mendimet. Ti për shembull, kur mendon diçka që s'është në rregull, ti e di që Allahu e di këtë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Do thonë, emrat e bukur dhe cilësitë të Allahut subhanahu wa taala ndikojnë në zemrën e njerëzit dhe e lëvizin zemrën. Edhe një send, do me thonë është shumë interesant se emrat e Allahut njëkohësisht janë edhe atributet e Allahut, cilësitë e Allahut. Kjo është veç për Zotin blen. Për shembull, Allahu emrin e ka Es-Sami'. Es-Sami' është emër, në forma gramatikore e fjalës është emër. Do me thonë, ai që dëgjon gjithçka për këtë. Ta marrë një shembull tjetër më I qartë. Për shembull, një prej emrave të Allahut është El-Jawad. El-Jawad do me thonë bujari. Bujari. Emrin e ka bujar, Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, edhe sipas emrit I ka edhe punë. Kjo ndodh vetëm te Zoti. Pse? Se te krijesat njeri mundet me pas emrin bujar, po mos me kon bujar. Mundet me pas besnik, po me kon tradhtar. Nuk është patjetër emrin që sheki që ashtu mi pas edhe punë. Ata Allahu çish e ka emrin, çashtu e ka edhe atributin. E tash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: Allahu I ka 99 emra. 99 emra. Kush I përvetson këto emra, hyn në xhenet. Mirë. Unë e përktheva, aty është në hadith, është një fjalë, është përmend men ahsaha. Kush I rumbullakson këto emra. 3 gjëra nënkuptohen me këtë fjalën kush I përvetson këto emra, se nuk është vetëm I ditë. Dikush mendon se vetëm I ditë mi numëru 99 emra, u kri puna, jo. Dush mi ditë, do të thonë mi ditë mi numëru. Duhet mi ditë me kuptimin, edhe duhet me adhuru Allahun me ato emra. Për çfarë dikush për shembull nuk di mi thon veç ja Rab, ja Allah. O Allah, o Zot. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an shumë vende Allahu thot
Walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allahu I ka emrat e tij të bukur, ju luteni me ato emra. Me ato emra. Edhe varësisht prej lutjes, çashtu duhet me përdorë edhe emrat e Allahut subhanahu wa taala. Mund të lexoj disa prej emrave. Emri I parë dhe më I madhi është emri Allah. Pastaj el-awwal I pari, el-akhir I fundit, el-zahir I dukshmi, el-batin I padukshmi, el-ali I larti, el-a'la më I larti, el-mutaali I gjithë lartësuari, el-azim madhështori, el-majid I lavdishmi, el-kabir I madhi, el-sami dëgjuesi, el-basir vështruesi, el-alim I gjithdituri, el-khabir I gjithënformuari, el-hamid I falendëruari, el-aziz gjithkrenari, el-qadir I fuqishmi, el-qadir I gjithë fuqishmi, el-muqtadir fuqimadhi, el-qawi I forti, el-metin I pathyeshmi, el-ghani I pasuri, el-hakim I urti, el-halim përdëllimtari, në thonë halim. Nuk pajtona bash që I kanë përkthi këtu, po duhet shumë mu lodh për me gjetë fjalën e përshtatshme në gjuhën shqipe. Halim është ka të bëjë me urtësinë dhe butësinë, përdëllimtari e kanë për el-afu, mëkat falsi, el-gafur, falesi, el-ghaffar, gjithë falsi, el-tawab, pendim pranuesi, el-raqib, vigjiluesi, el-shahid, dëshmuesi, el-hafidh, ruajtësi, el-latif, I buti, el-qarib, I afërti, el-mujib, përgjigje dhënësi, el-wadud, I dashuri, el-shakir, mirënjohësi, el-shakur, shumë mirënjohësi, sa është në formën hiperbole, el-sejid, zotriu, el-samet, I panevoj, el-qahir, mposhtësuesi, el-qahar, mposhtësi, el-gjebari, gjithfuqishmi, el-hasib, logari marsi, el-hadi, udhëzuesi, el-hakem, gjithgjykuesi, el-qudusi, shenjti, el-selam, paqedhënësi, el-barr, mirëbërsi, el-wahhab, dhuruesi, el-rahmani, gjithmëshirshmi, el-rahim, mëshirploti, el-kerim, bujari, el-ekram, më bujari, el-raufi, dhembshuri, el-fettah, zgjidhje dhënësi, el-razak, risk dhënësi, pra furnizuesi, më thonë el-razik, risk dhënësi, el-razak, shumë furnizuesi, el-haj, I gjalli, el-qayyum, I përjetshmi, el-rab, zoti, el-melik, sunduesi, el-malik, gjithë sunduesi, el-wahid, I vetmi, el-ahad, I pashoqi, el-mutakabbir, I madhërishmi, el-khalik, krijuesi, el-khallaq, gjithë krijuesi, el-bari, filluesi, el-musawwir, formë dhënësi, el-mu'min, siguruesi, el-muhaymin, bizotruesi, el-muhit, gjithë përfshirësi, el-muqit, gjithë mjaftuesi, el-wakil, përkujdesësi, el-kafi, mjaftuesi, el-wasi, gjithë përfshirësi, el-haq, I vërteti, el-gjemil, I bukuri, el-rafik, I buti, el-haj, I gjalli, el-settir, mbuluesi, el-ilah, I adhuruari, el-qabit, shtrënguesi, el-basit, dhënësi, el-mu'ti, shumë dhënësi, el-muqaddim, I pari, el-muakhir, I fundit, el-mubini, qarti, el-mennan, dhurat dhënësi, el-wali, dashuri dhënësi, el-maula, gjithë ndihmuesi, el-nasir, ndihmuesi, el-shafi, shëruesi, në 4 këna mri, malikul mulki, pushtet, mbajtësi, gjami, unnas, tubuesi, gjithë njerëzve, nurus semawati wal ard, ndriquesi, qieve dhe tokës, dhul gjelali wal ikram, ati takun madhësia dhe nderi, bediu semawati wal ard, shpikësi, qieve dhe tokës. Këta në thënën të emra që I kanë përmend dietarët, që janë përmend shumica në Kur'an, disa janë përmend për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tash këto emra ne duhet me adhuru Allahun me këto emra. Sa më tepër që I di, se për këto emra ka shpjegime të stërholluar, shpjegime të gjata. Më dhënë veç për një emër, dietarët si I kanë nxjerrë kuptimet me ajete, me hadithe, e kanë marrë për shembull emrin El-Latif. El-Latif e përkthejmë I buti, po njohësi I hollësive është. Një për emra është El-Latif. El-Latif është ai I cili të mëshiron me butësinë e tij dhe të furnizon prej nga nuk e ke bën hesab kur.
Rezak, thamë, është furnizuesi, rezak. Njeri kur ka probleme me idare, si thënë, apo, me furnizimin e tij, duhet me u drejtu Allahut me këtë emër. Duhet me u drejtu Allahut subhanahu wa taala. Se kjo, do të thonë, çka ban? Kjo, do të thonë, te besimtari e lëviz zemrën e tij. Për shembull, kush e di se Allahu subhanahu wa taala është i pasuri, është bujari, është mirëbërësi, është i mëshirshmi, është bamirësi me bamirësi të gjerë. Tek ai çfarë fryti jep? Çka e shtim me bon? Zemrën e shtim me besu në, do të thonë, zemrën e forcon tek zemra e njeriut shpresën tek Allahu subhanahu wa taala. Varësisht për asaj se sa e njeh. E ti nuk ki rrugë tjetër për me njoftë Allahun subhanahu wa taala, përveç se nëpërmjet emrave dhe cilësive që i ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Kush e di se Allahu subhanahu wa taala është i bukuri, kjo jep të zemra e tij një frut të veçantë dhe një mall për me taku Allahun subhanahu wa taala. Prandaj nuk është rastësisht me ditë këto emra ti do me thonë me e forcu besimin në Allah, edhe me e njoftë më mirë. Edhe kush e njeh më mirë Allahun, më shumë i tutet atij, më shumë i frigohet atij dhe më shumë e do njëkohësisht ata. Duhet me njoh. Prandaj thënë dietar, nuk ka diçka më të rëndësishme në fe, nuk ka diçka më të rëndësishme se sa me njoftë Allahun subhanahu wa taala. E mirë. Është një hadith që transmeton Aisha radiallahu anha, se një sahabe sa herë kur falte namaz, pejgamberi sa e pa të dërgu, do me thonë, një ekspedit, me shku me vëzhgu një vend, do me thonë, mu rujt prej armikut, ose edhe njëni prej sahabeve që ishte përgjegjës, se caktoj ke njënin përgjegjës, sa herë pejgamberi sa është ndash në thim, ndash në ekspedita, njëni duhet me pas. Te musliman shumë është kjo, do me thonë, për me pas rend, me caktu të parin. Njëni, do me thonë, vetet. E është një punë, është përgjegjës i vetë. Edhe ai kur va fal ke namazin, lexoj ke Kur'an, masi që e lexoj ke Kur'anin, për shembull në rekatin e parë, lexoj ke surën Fatiha, lexoj ke një pjesë të Kur'anit, mas asaj lexoj ke surën Kul huvallahu ahad. Në rekatin e ditë, Fatihan, Kur'an, dy një sure tjetër, plus masane Kul huvallahu ahad. Edhe ja prun haberin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i than kështu be ki filani, s'përmendë këtu kush është ai sahabi, veç kryesorja e ka përsërit mas leximit të Kuranit që është lexohet mas Fatiha një sure tjetër, plus e ka lexuar edhe surën Kul huvallahu ahad. Thot pejgamberi pyetni pse e përsërit kështu, se s'ka diçka e njohur. Thot vallahi, thot unë e lexoj sa herë surën Kul huvallahu ahad, që quhet surja Ikhlas, emrin e ka surja Ikhlas. Thot sepse kjo sure flet për cilësitë e të gjithë mëshirshmit, atributet e Allahut. Edhe unë e du shumë këtë sure. Thot pejgamberi, lajmërojeni se dhe Allahu e do dhe për shkak të saj e ka fituar xhenetin. Kur ta marrësh Kur'anin krejt Kur'anin ndahet në 3 tema. Ja flet ajetet flasin për Allahun, kjo është tema e parë. Ja flasin për dispozitat e fikut, kjo është tema e dytë. Ja flasin për në histori të ndryshme që ka ndodhur dhe që Allahu i ka përmend për me marrë shembull. Pra e kiti Kur'anin, krejt Kur'ani është. Do të thonë, ja është ndonjë histori, ja janë ajete që flasin për dispozitat e fikut, do të thonë halali, harami, vaxhibi, farzi, mubahi, mekruhi, do të thonë suneti, mustahabi. Ja flasin për Allahun. E tash, do me thonë, 1/3 e Kuranit për çka flet ka? Su 3 temave që janë Kuran. Mund të generalizohen, kështu mundon generalisht në 3 temë. 1/3 e Kuranit flet kush është Allah. Për çat gati çdo ajet përfundon me ndonjërin për emrave të Allahut. Mirë. E çka ka thonë pejgamberi sa për surën Ikhlas? Ka thonë, surja Ikhlas e ka vlerën, është e barabartë me 1/3 e Kuranit. Kjo hadith në Bukhari është. Pejgamberi s'ka thonë pse flet për cilësi, nuk ka thonë kështu.
Po dietarët e kanë nënkuptuar këtë me kohë. Se surja Kul huvallahu ahad është 1/3 e barabart me 1/3 e Kuranit. Qa që e ka peshëm? Pse? Se 1/3 e Kuranit, një prej 3 temave të Kuranit është me folë për Allah, me njoftë kush është Allah. E surja Ikhlas për çka flet? Për cilësitë e Allahut. Kul huvallahu ahad. Thuaj, ai Allahu është një. Allahu Samad. Allahu është ai që të gjitha krijesat i mbështeten dhe i drejtohen për çdo nevojë. Lem jelit, s'ka lindur ka, do të thonë s'ka fëmijë. Walem yulet, as nuk është i lindur, s'ka prind. Walem yakul lahu kufuwan ahad, me të kur kush nuk është i barabartë. Të janë këtë cilësitë e Allahut. Për çat surja thënë një prej sura, unë si fëmijë që babajem, për shembull kur më kam mësuar surën, që kam pas 4-5 vjet, thotë surja më e madhe, një prej surave më të mëdha të Kuranit është surja Kul huvallahu ahad. Edhe zakonisht që fëmijët, për shembull, i shikojnë në shkolla, klasën e 6 që ju jap mësim, ata e dinë krejt surën. Surja Kul huvallahu ahad, do të thonë është besim, të kallëzon kush është Zoti. Nuk është besimi në rregull nëse ti e beson Zotin. Mirë, kush është ai Zoti jot? Çfarë atributesh ka? Çfarë cilësish ka? Çfarë emrash ka? Nuk e di. Për çat unë sa herë çka thon? Duhet me ditë surën që lexon. Secili prej nesh duhet me ditë çka do të thon Kul huvallahu ahad. S'është patjetër me ditë të gjuhën arabe. Ti duhet me ditë në gjuhën tënde. Allahu është një. Më pa të bëu përshtypje shumë pa ta qenë para disa viteve në Bosnë. Edhe ishte koha e vitit të ri. Do të thon ka fundi i dhjetorit. Edhe një plak bosnjak, ashtu të bëu muhabet me ata, do të thon kështu ka pak të fol bosnjakisht. Ma përmendi vetë se tha ne musliman tha vetëm me ditë surën Kul huvallahu ahad, ne nuk marrim pjesë në festat, si i quajnë këto festat e fund vitit, me festu ditëlindjen e birit të Zotit. Se ne jena ummeti Kul huvallahu ahad, edhe ma përkthej në gjuhën e tij. Nuk ishte diçka i arsimum dhe një shkollë të krime, mira më pëlqej shumë se një xhamatli thjesht e di. E tash secili prej nesh nuk guxon mos me ditë çka do të thon Kul huvallahu ahad. Bamaki e lexon 50 vjet. E kanë dëgjuar një herë ka hik njërin vesh i ka dalë në veshin tjetër. Duhet me ditë Kul huvallahu ahad çka do të thon. Pse? Se kjo do të thon e mbush zemrën me besim. Edhe e bën besimin më të fortë në zemrën e njerit. Për çat besimi në emrat Allahut subhanahu wa taala është e forcon imanin, e lëviz zemrën. Do të thonë të zemrën e ban që ta doj Allahun, disa gjëra ti doj, disa gjëra të ik për tyre, të shpresoj te Allahu, të mbështetet te Allahu subhanahu wa taala. Ta dije se Allahu është ai i cili, për shembull, mas namazit, sunet është një send që në zakonisht ne nuk e thënë muezinat, por duhet me thonë se cili prej nesh. Sa herë mas farzit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos i ka thonë Allahumma anta salam wa minka salam, tabarak ya dhal jalali wal ikram, ka thonë Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minka al jadd. Çka sa herë ka thonë çka fjali pejgamberi. Pa ato janë krejt çaj dhikri që e thot muezini. Ajo shumë do me thanës, shumë do me thanje ka. O Allah, ti e paqëdhënësi, dhe prej te e vjen paqe, Allahumma ente selamu mik selam. Allahumma ente selamu selam, të barak të ja dhe gjelali, o likram. I madhëruar je, në me thonë, o i madhërishëm, o i ndëruar. Pasaj, o Allah, nuk ka mundësi dikush me dhanë ato që ti e se jep, ti e pengon, e Zoti e ka nalë, dikush me dhanë. Jo, Allahume la mania li matet. O Allah, nuk ka ndonjë pengues. O Allah, nuk ka ndonjë pengues të asaj që ti e jep. Me dhënë diçka Allah, kur kush s'mundet me ta marrë. Wala mu'tiya lima manat. Nuk ka dikush që mundet me dhënë diçka që ti e ke ndalu. Në atë kuptimin që Allahu se ka shkrujt që ti. Allahu ta ka dhënë bukurinë, Allahu ta ka dhënë inteligjencën, Allahu ta ka dhënë aftësinë. A mundet me ta marrë dikush? S'mundet me ta marrë dikush. Këto fjali, do të thonë, ngjallin besim në zemrën e besim e musliman. E tash, është një hadith që unë deshta pak munal, sa minuta jam? 20. Është një hadith shumë i rëndësishëm, do të thonë,
me lut Allahun me emra dhe cilësitë e tij. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikan e ka plon një breng, një mërzi ose një pikëllim. Tash unë do t'i shpjegoj këto tre fjali që ka përmendur pejgamberi në këtë hadith. Arabisht i thënë hem. Nëse brenge për kthena në gjuhën shqipe. Mirë, po breng për diçka që s'ka ndodhur. Ki një merak, ki një gajle për të ardhmen. I thënë arabisht hem, se ne këtë gjuhën shqipe i thëna brenga. Qoftë e ardhme, qoftë e kalume, qoftë që është prezente, tash brenga i thënë. Mirë, po në arabisht nëse është brenga për diçka që pritet të vi, quhet hem. Nëse është brenga për diçka që ka kaluar, ka mërzit, quhet huzn. Nëse është brenga që aktualisht e kije, është të ndodhë, diçka quhet gam. Çfarë do lloj prej brengave që të ndodh? Thotë Bemsam, nëse je i mërzitur. Ka kapluar ndonjë breng, ndonjë pikëllim, ndonjë mërzi. Edhe njeri e bën që këtë lutje. Do thonë, Allahumma inni abduk. O Allahu im, unë jam robi it. Wabnu abdik, dhe robi i robit tant, dhe biri i robit tant. Wabnu emetik, dhe biri i robreshës tande. Nasiyati biedik, ballukja ime është në dorën tande. Domethënë ti mundesh me më çu ku dush. Madin fije hukmuk. Gjykimi për mua shkon. Adlun fije qadauk. Caktimi për mua është i drejtë. Es'aluke bi kulli ismin huwa lek. Të lutem o Allah me çdo emër tëndin. Semmejte bihi nefsek që e ke emërtu vetveten tënde. Au allamtahu ahadan min khalqika, ose ja ke mësuar ndonjënit prej krijesave tua. Au anzaltahu fi kitabik, ose me ato emra që i ke zbrit në librin tënd. Au ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi 'indak, ose ato emra që i ke majt në të fshehtën, në gajb, nuk ja ke kallëzuar kërkujt. Edhe me ato emra të drejtohem ti, që ne nuk i dim. Se Allahu i ka 99 emra, që i di njerëzit. Se Allahu ka më shumë se 99 emra. Allahu ka më tepër. Mirë, po ato që ka kallëzuar njerëzve janë 99. Për çfarë thot pejgamberi sa ti thuj o Allah, unë edhe me çato emra që s'na i ke treguar, që i ke mbajtur në fshehtësi, unë ti të drejtohem me lutje. Çka kret këto? Çka me çdo emër? Që kësaj i thënë me lut Allahun për hatër diçkahit. Me lut Allahun për hatër të emrave të tij të bukur, të cilat ne i besojmë. Të cilat emra ne i besojmë. Çka? En taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi. Që Kur'anin ta bësh pranverë të zemrës time. En taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri, dhe ta bësh dritë të gjoksit tim. Wa jala'a huzni, dhe largim të brengës time. Wa dhahaba hammi, dhe zhdukje të pikëllimit tim. Kush e thot që këtë dua? Kjo dua është një prej, kur e ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot kush e thot që këtë i largohet mërzia brenga dhe Allahu ja zaventson me gëzim dhe lumturi. I tha njëri, ja Rasulullah, e po u deshka me mësu që këtë. E la nata'allamuha, tha pejgamberi sa, duhet që kush e ndëgjon me mësu. Kush e ndëgjon me mësu. Edhe unë ju them drejtën, me qenë se di arabishtën, gjuhën arabe, se kam studiuar në gjuhën arabe, edhe praktikisht, njëri ka dhe njerë mërzit, nuk e di pse është i mërzitur. Edhe vallahi e nisi e lexoj që këtë doa. Allahumma inni abduk, wabnu abdik, wabnu emetik. Se njëri kur janë, o Zot, unë jam robi. Para se me lutë Allahun, ti dush me tregu se je i nënshtruar ndaj tij. Ti je i pafuqishëm. Ti je rob, ti je pronë e tij, e Allahut. Ti je pronë e Allahut. Pastaj çka? Ti e beson Allahun dhe gjithë çka që Allahu cakton për ti është edhe. Edhe masë ne i drejtohesh, o Allah, krejt që ato emrat e bukur dhe të përsosur që të tregojnë se kush je ti, me që ato emrat të drejtohem dhe të lutem që Kur'anin ta bësh pranverë të zemrës time. O shprej kështu, për jam pranverë, se pranvera është sinonimi çkahit. I bukuris, i rehatis, a i dun krejt pranverën. Dikush e do edhe dimrin edhe vjeshtën, po më thonë, zakonisht njerëzit kanë qef kur qelin lul, sidomos më thonë në gjuhën arabe. Pranvera është sinonimi i gjallërisë, i bukurisë, më thonë
knatësisë së sinit, të ma bëjsh o Zot Kur'anin pranver, do me thonë gëzim të zemrës. Që ku ta lexoj Kur'anin unë të gëzohem. Dhe dritë të gjoksit tim dhe largim të brengës time. Nuk i thot dikush këto fjalë, e Allahu subhanahu wa taala mos më zaventsu mërzin me gëzim. Edhe kjo praktikisht. Mere, provoje praktikisht kur ta lexosh dhe ta lexosh me kuptim dhe ta di se çka je, me çfarë fjalësh je duke ju drejtuar Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala, çashtu siç ka thonë pejgamberi, Allahu ta zaventson mërzin me gëzim. Pa kjo është ajo rëndësia, kjo është ajo mi gjallëru zemrat dhe mi përmirësu zemrat dhe mi bo zemrat të lëvizin drejt punëve të mira duke besu në emrat dhe cilësitë e Allahut. Allahu na përmirësot zemrat. Alhamdulillahi rabbil alamin.